kur të pyet njeriu ashtu domethënë. Kur të pyeti çfarë? Që më pyete. Po. Po ç'a të pyeton? Se Mameti. Jo, po se të kam bërë shumë pyetje. Po se di ç'a keni gjuti. Ti pjesë të kësaj gjëste. Domethënë më bëri mua sikur mos di gjë ti. Që ti të shumë mirë, s'ka po nga e nga më pyetje të gjë. A, është kështu? Gata di unë. Dhe unë prandaj pyet aty, pastaj bëra një tjetër pyetje që mos kishe bënte me atë që po diskutoja me Bastën. Se unë u shkëputa disa herë nga që po bëja pasticë. Dhe s'dija gjë. Jo, unë nuk... Do më thëmë, për mu është e rëndësishme të kuptoj unë. Po kuptova unë, I don't care, e kupton me share ose mos me share është një bullshit për mu. Por... Por, në njëherë, unë për shembull, edhe kur shikoj që ka kështu lloj atak, është lërë të atakoj, punë e madhe fort. Jo, nuk është puna ke atakët, është... Po kur shofi gjë që... Të shofim kudo... Shiko, kur shofi gjë që s'më pëlqen, ati njeriu që e konsideroj, e kupton ja them. Ati që se konsideroj e lej të vazhdoj në rrugën e vetë, e kupton? Po me unë nëzori që në driti të... Po pa tjetër nëzora, sepse e morë veç që e ka thonë rastësisht. Dhe e besoj totalisht. Me ylli marova punën. Ajo me ylli... Ti, i ka... Atë po tjetë kështu, tani se janë disa presione, ajo që për e ti, këta i ka lërë të mendoj që ti do agradosh gjënjen me yllin, me thjesht, to e situatën tënde, kupton? Po si kam në hartë ato fare. Si? Nuk i kam në hartë. Ke harta ime, nuk janë. Ke harta ime është vetëm Mandueli për momentin, e kupton? Që po e mendoj e po e mendoj, sepse është, do më thënë, njeri i paparashikueshëm. Dhe unë do më thënë, në gjëra që dua t'i bëj mirë, natyrisht duhet të zjedh. I paparashikueshëm ai do të po luan. Jo, po luan e di. Kuptim që tani. Po pra, dhe unë du një gjë, kam një gjë. Ose janë konkurrent më të fortë se mua? Kam një gjë. Po ai, jo. Kam një gjë. Ka një gjë që unë, ajo që më duhet Andueli tash është për jashtë loje. A, bravo, tani se ka kjo pika. Jo, më duhet jashtë loje, është një gjë tjetër e cila, me kupton, ka po trazon ujrat, pa lidhje. Edhe të, kurse me ty, s'ka mund gjë, qa s'më përqen, ka gjëra që s'më përqen, po nuk e kam atë konfidencë me ti thonë, me ti, ashu, akoma me ty, që të them, bone gabim, me bone këshu, jo boj këtaj. Jo, të dakord jam. Ha? Shë drejta jote ajo të mundoshën. Pa tjetë. Së hytot në atë pjesë, fakt. Ase gëzoj atë të drejtë. Jo. Është neve... Do me thënë nuk e marë... Neve që jemi miqë special, shumë tafërt me njëri tjetrin këtu, raport me tjerë. Jo, nuk është hapësira ime, është hapësira jote, ajo që i vendos kufit. Në kupton, nuk është hapësira ime, se unë për veten time nuk kam kufi. Në kuptimin që të ndaloj dikë që të më thotë, e kupton, shiko se bone mirë këtë, sepse kështu, unë, aq më tepër ty, tjerëve sigurisht, po në Se unë di që deri tani në ke thënë t'i gjëra, kush ta përqyrë një gjë, kush në? Po pra, kam thënë, do më thënë, se ka dalë, vetë. Ka dalë pa...
Po, Unë nuk të insistoj të kjo pjesa, do kisha qef të thoj, po ti të insistoj dot, se është pjesë e jotja, që është në preferencat e tua se tua. Nuk mund të... Stërhy dot aty. Regulou o microfone. Andrea, regulou o microfone. Plus që unë kam një lloj... Unë jam unë, do me thënë. Dhe nuk e di, do me thënë, nuk... As... Se si s'do bëja gjë. Jo në rastin tënë. Po, të asnjëri. në rast që kem dikush tjetër. E kupton? Po. Po dhe unë jam natyrë që nuk i du, jo në rastin tim, po në asnjë, ti the një gjë, si tush, me shaka, pa shaka, e kupton? Unë njerëzit i trajtoj individualisht. Nuk i shoh kolektiv si dele që të kem një lloj përshtatje. E kupton? Unë njerëzit që mendoj që janë të veçantë për mua, njësoj du t'jem dhe për ta i veçantë. Normale kjo në situatë. Pra, Kjo s'do shumë... kjo është thelbi. S'do as filozofi, as... Dhe Kjo është më se normale. nuk ka... Po, Po sigurisht që tu keq kuptojnë gjërat, base, them unë, si që mund keq kuptojnë disa gjëra, por do vi momenti që do guxojnë e do të pyes, për shembull. Që s'kam frikë, nuk kam pse të kem të lloj shumë. Desse o microfone. Kam qef dhe unë që nuk kam qef të harmonizoj gjërat, që ajo është më e keqe. Kur fillon dhe harmonizon, aty fillon edhe të dalin gjërat nga kontrolli. konteksti, ja çdo. Andrea, Sepse regulou o microfone. harmonizimi yt fillon formulon bën skenare. Po, program. Apo jo, bën Po. skenare. Jo, Bën skenare vetiu, harmonizimi është një lloj skenari po, që të deli jashtë realitetit. Është më është. po, Dhe kur të deli jashtë realitetit, fillon dhe ti edhe beson atë gjën, atë skenar që ka bërë. Prandaj është më mirë ndonjëherë ti thua se sa të kesh bërë atë skenarin dhe pastaj dhe kur të dëgjosh dikë që do të shpjegoj qoftë për rastin tim, ti mos arrish ta pranosh ose ta besosh atë gjë që do të thoshte ai që ai apo ajo, se edhe në rastin tonë, në rastin tim. Po kjo s'ndodh vetëm ndodh me bastën, që më keq kuptohesh për një gjë ti, qoftë ju të dy që kam parë, ose unë me ato. Kam bërë një skenar në kokë time, ndërkohë, apo jo? Ndërkohë që nuk mos jetë fare ashtu. Sepse kur fillon me ndonë me vete njeriu, patjetër. kjo që ndodh, se nuk ka bisedimin. Shumë interesant. Po tallesh ti? Jo. Jo, më pëlqen logjika. Po kështu është. Prandaj dhe unë, për shembull, sa do të për shembull që në rastin tënë që të mërzitë ma, pse ma bëri këtë, pse ma tha këtë gjë, ose pse e bëri këtë pyetje, sigurisht që do prekem në moment, por pastaj filloj dhe logjikën në punë dhe them. Është një gjë që e shikon ai kështu sepse nuk e di, domethënë, e kupton? Po pra unë nuk mundem të ndërhyj në këtë gjë, edhe në një moment por nuk do, si
Temën ty. Nuk jemi neve, as ti si kemi qarë zemrat njëri tjetër të dim qarë, ose logikën. Ka skujt tu, jo vetëm rastin tim tonë. Që Më pëlqen logjika. them për shembull, për momentin më pëlqen që ta mendoj që nga nuk më shfaka. Kur i thot gjëra. Nuk dua ta marr të mirë që ti e the atë gjë për X arsye. Për shembull, pse? Pse dua ta bëj ja bëj këtë? Sepse nuk dua të fus gjithmonë tek njerëzit, të fus në një lloj kategorie që e bëj të për X. Më mi preferoj që bësh ata dhe në momentin që s'jam qaruar për mua. Se kuptoj një gjë, preferoj të vësoj ose të mendoj që bësh ata. Nuk ajo që thu ti është shumë e bukur. Ka shumë gjëra që e rëndësishme është aksioni, nuk është mendimi. Sepse aksioni e aplikon mendimin dhe pastaj jo çdo aksion është gjithmonë për keq. Domethënë pavarësisht në duke, jo çdo e keqe vjen për keq, them unë. Mendimi është, e kupton, ajo që ngacmon. Dhe pastaj kur nisesh ta aplikosh një gjë, nuk e aplikon, domethënë rrugës devion, ndron sepse zbulon gjithmonë gjëra. Nuk është, domethënë, unë shoh gjithmonë një shtyllë në fund të rrugës. Dhe si do t'jetë rruga, unë syti majke e shtylla. Nuk i majke doli buburreci, mos e shtypa, ose natyrisht përpiqem t'jem shumë që mos lëndoj njeri në rrugën time, domethënë mos krijoj probleme tek të tjerët, por problemet e vetja, domethënë ato çam vinë mu i kam marrë parasysh. Thjesht gjëja që bëj me kujdes janë të tjerët, që mos ti lëndoj, mos ti acaroj, mos ti agravoj, mos jem unë ai si thosh. E prapë, jo çdo herë arrin këtë gjë njeriu. Jo, kjo nuk arrihet asnjëherë, po gjithmonë kur e ke qëllimin, domethënë natyrisht nuk do bësh aq keq sa ke bërë. Normal. Herën tjetër. Nëse e themi që je i detyruar me bë keq me arrit një të mirë. E kupton? Domethënë të dyja janë në dorën e njeriu dhe s'ka kush thotë kjo është mirë, kjo është keq. Për mendimin tim është pjesë e logjikave individuale dhe e njëra, sepse në fund kur kush nuk është brenda teje, as brenda meje. Kur kush nuk e ndjen zemrën tënde me rraf përveç teje. Kur kush nuk e di çfarë formule përmban qenia jote, ekzistenca jote. Dhe ato që nuk do me thonë, ne ecim në të njëjtën rrugë me shumë njerëz që kanë, e kupton, dikush shkon shkollë, dikush shkon punë, dikush shkon me taku dikë, dikush shkon, rruga është po ajo. Edhe kjo ka enigmat e veta, është mister, e kupton? Unë them kur unë di sot deri nesër. Në kupton, pas nesër e di Zoti. Në këtë kontekst. Jo, po them deri nesër se... Deri nesër? E kupton, këto deri... Nesër nuk e di sepse... Ashtë. Se gëzona të drejta. Nesër nuk du të shkoj kaq tragjik në kuptimin që, si i thonë, o shqyru gdhiva, faleminderit. Një tjetër që kur thua bëj një... Po... Shpresoj nesër nëse... Unë përpiqem me zgjidh gjërat e vogla. Kohën time harxoj me gjërat e vogla që mund t'i zgjidh. Me ato të mëdhajat nuk merrem fare, sepse me ato merret
dikush tjetër. Nuk i bën dot bashkë. E kupton, njerëz që janë kundër njëri tjetrës. Absolutisht po. E kupton? Vetmja gjë që mund t'i bëj bashkë është interesi. Gjithsesi ti je shumë e bukur. Faleminderit. Dhe ti je shumë gentil. Je shumë kavalier, shumë gentil. Që ma fua. E them se e shoh, nuk e shpik. E kupton, je ti që ma nxjerr, jo unë. Dhe unë jam me parimin që të mirat duen thënë. Se neve veçanërisht themi mos ja thuj të mirat se i rritet menja dhe prandaj dominon e keqja në këtë vend, sepse të gjithë thonë mos ja thuj të mirat se ka. Ja të tregoj një histori në lidhje me këto. Kur ktheva nga Greqia, edhe rastisëm shkuam të diku ku këndonte dikush shoqëri. Edhe të shqipër se musja të me një këta rogu. Në basi, do më thënë këndoj aq bukur, sa unë isha aq që ndunë të që ishim ka i vëndi dhe po knaqesha me pak fjallë. Dhe ju thënë shoqeve. Unë thash kur të mbaroj kjo gjëja, do shkoj dhe do t'a përqapoj dhe do t'i them faleminderit që na krijove gjithë atmosferë të bukur. Po. Dhe filluan këto donatur, po s'ke ti pse ul veten, ti e filanja, ti nuk e pse e bën këtë qes, që ka kjo, se unë dijem, që dua, kam qef, dua t'ja them. Si mund t'ishe ti për shumë do aktroje dhe mua do më përqendaj shumë e pjesa dhe do kisha dëshirë që të ta thoja sa bukur. E kupton? Jo tha sepse do na ullësh neve tani dhe do tuket si ngjajmës neve si ku jemi... Po, se e shifshin artistin si kamarjer. Këto tash? Jo si... Mirë, i thash, unë që të... E pas që ishte një debat i kot fare, do me thënë, që tash nuk kam se ti mbush mendjen tyre për ndjesin time, unë fare, varoj kjo gjë dhe bëra ato që deqa. Ka ngelur, a i kështu nga tha faleminderit, jo, vlerësoj, ju përqefi, e pas që... Po normal me të përqefi, se ti për atë gjë këndon, për atë gjë bën. I thash, a që jam knaqur, se neve ishim në një... Kishtë ardhë Europë, kishtë ardhë atë ditë në Shqipëri, po, ka që koncerti, po. U knaqër dhe nga koncerti shkuam ky bari dhe na u duk si nga koncerti në koncert tani, ishim në eufori e sipër. Do thonë, Europëve do t'ja kishte bo ato shoqet, kurse këtit jo. Po që të mund të, do me thonë, edhe... Tash u knaqëm, tash ishim në jambëj tjetër, po na u duk si kur vazhdoj kjo gjëja, tash dhe tu bravo të qoftë, tash që ke talentuar të fjallën. Dhe e vlerësoj, po për shoqërinë tonë, kjo gjë është gabim, ishtë më. Po për mua, pse mos ta thuash kur një gjë të pëlqen? Po këto janë pra, ne dum. Në rastin kur shikon, qoftë edhe njëri që flet bukur, njëri që këndon bukur, njëri që... Por këpucari ta bën bukur këpucën... Ose qoftë ata i lulishtari, sa bukur e bëre pemën, ti, apo ku di, kush e ke që ata thuash, e ma me ti shkove fola, ti, e di kush e... Që si kam unë jam, kam tjetër gjë në këtë rast, a i bëri një gjë të bukur, një veprim të bukur, pse mos t'ja them, se unë di kënaqësi. Po ndërkohë dhe bekti, ai e merr ose ajo do ta marrë këtë lloj kënaqësie. Përse duhet u dash ka të ndrydhësh ti këtë gjë dhe ta thuash kur është diçka e bukur dhe prandaj e besoj këtë që sapo ta bëra këtë lidhje se kam hasur shumë herë. Kjo është një që po të them ti, një.
Po sa gjëra të tjera. Po është e di se qarë. është trashëgimi kulturore. Në kupton? Mos ja thuj tjetrit të mirat se i rriten veshët. Qa kuptimi ka? Po thuj vetëm të këqijat. Po, vetëm këqijat. Se me demek. Qa kuptimi ka? Pse s'do t'ja thuash? Kur ajo qofte edhe në rastin për shumë e bën njëri më të mirë për çfarë arsye, sepse i jep kurajo se dhe ndihet i vlerësuar për atë gjë. Ja promovon me atë gjë. Ndihet i vlerësuar për atë gjë që unë e kam parë në rrjetet sociale. Postoj një punë X gjë, nuk e merr njëri në konsiderat fare. As ata që ti pretendon që ke miqtë tu ose kështu. Postoj një foto në det ose një butallik. Kështu i ke të gjithë aty që janë aty. Kurse kur bën një gjë me vlerë, as nuk do t'ja di njeri. Dhe kjo ndodh dhe me rrethin tënd që pretendohet. Kurse unë bëj të kundërtën, me ata të paktën që njohun e Randin, ka bërë një gjë, unë nga që gëzoj si për vete. Edhe kam qef t'ja them, për kurajo, kam qef t'ja them sepse e kurajo. Po nga që këtu është bo boz, e kuptoni që fjalët e mira thuhen dhe për servilizëm, dhe pastaj ngatrohet, Dallohen ato. Si jo. Kort jam me ty, Po, pra, dallohet, pra, se po të ngjosh, nuk kam ligju në i vartës ti thot e prorit, e kuptoni, më vjen keq, po kjo gjë e bën e gabim. E kupton? Bje muhabeti, si raport për me i krahasu, e kupton, nuk kam ligju në herë. Për shumë në rastin tim, ja ta bëj një kështu. Unë kisha rolin e menaqinë. Kur vinte puna që të diskutojnë me kush e kishte këto, unë s'kisha si t'ja bëja rraf që këtu e ke mirë ti. Se tani që të shkoj puna ime mirë, do t'i vëdhe në duke ku qalon ai si gjë, se kupton? Dhe i thoshe gjë, se nuk e ke mirë këtu, që të shkoj kjo, nëse më ke marrë dhe mua në këtë gjë, më merë në konsiderat, me ndinë. Dhe ku të di kush tjetër, dhe thoshte, po si të ti se, është gjëja vetë. Më falë, është gjëja vetë. Po, mund t'jetë gjëja vetë se për X arsye dhe kështu. Po, kur është gabim kjo gjëja vetë në këtë lloj. Nëse a vetë në dukje një defekt, e bën që ta ndihmosh tjetrin ti. Nuk ja vën në dukje që tani jam unë më mirë se ty. Apo jo? Normale. Dhe unë prandaj guxoj dhe ja them këtë gjë. Për mua kështu duhet të funksionojë gjëra, jo. Hajde se ky ka këtë gjë, shumë nuk e di. Si të zë një shembull tjetër. Ose ti je regjizori, ka thënë, dhe bëre atë skenarin që bëre. Okej, kur kuptoj që ti nuk ke fare qasje për dëgjuar askënd, unë jam në gjendje ta kuptoj dhe nuk me marr mundimin më të jap kështu. Po dhe në atë rast, nëse do të thosha që dëgjoja, po sikur t'jepja një mendim, po sikur të bësh këtë, për atë që thash, që s'duhet ta diskutojmë. Pse? Sepse unë kam qef që ti të shkëlqesh në gjën tënde. Unë prandaj dhe ta thash. S'është problemi për mua, se siç po jemi këtu në reality show e quaj dhe ato unë. Është një gjë që do jetë një shenjë, CV, është një CV. Dhe kur është CV, pse mos të jetë aty në mënyrën më... E kupton? Yes. Pastaj, unë nuk dua që të mërzis me këtë gjë, ku kam qef ta them këtë gjë. Pavarësisht se e kuptoj shumë mirë hirë të kohës, për hirë të, si
situatës, aq është mundësia që dhe kuptoj dhe duhet vlerësuar dhe kaq gjë, dhe tash, po, ama unë ty s'rri do pa ta thënë. Ta. Unë jo Po na, lake. ma bëj një të vogël. Se, e kupton, s'rri do të, po të isha hipokrite, mos do. Okej. Që bërë? Se them unë atë gjë, se unë njoh kapacitetin pak, ty pak tani me aq sa një, po njoh këtë kapacitetin e vetë, çfarë më gjendje të bëj. Dhe them ka mundësi për më, gjëra më. Problemi është në njerëzit që gjithse kush e do të aftin, po e do të ketë nën këmbë. Kë? E do të aftin, por e duan të kenë nën këmbë. Jo, është absurde. Prandaj nuk ecin punët tu. Për këtë arsye nuk ecin punët. Po kam bërë shumë shpesh me kolegët e këtë gjë. Që në rastin ku gjeni një njeri që është shumë ja, qoftë edhe ta zëmë është pavarësisht rolit që ka në atë gjën që po bën, në projektin që po bën, të lutem i thosha vlerësoje, si do thuash ti, qoftë në ana monetare, po vlerësoj edhe si personalitet. Personalitet këta. Pse? Sepse janë në rastin që ti more një herë për përfitim, e more të mirë qenë që ky ta bëri punën, edhe kaq të duhet ty, se pastaj me radhë, dhe ti përfitove në saj të kësaj gjës. Sa njerëz janë kaq të aftë për t'i bërë këto gjëra?